Për ta mbyllur, Rama sulmon Qorrin, po citoj mediat. Zgjidhni me mua ose Arlindo Dritgjatin. Përse mendon që ka quajtur Arlindo Dritgjati? Po nuk e di pse ka një fetish Rama, është i fiksuar mbas mbiemrit tim. Po ka ndodhur shumë herë që merret me syzet e mia, me mbiemrin tim. Po, e kanë bërë disa eksponent nga opozita sot pash. Arlind Qorrin, qorrat e tjerë. Po, e bëjnë. Është një mungesë e edukatës elementare, sepse sigurisht ti mundet edhe të shpotisësh kundërshtarët politik, po nuk është e denjë që të merresh me, me aftësitë e tyre fizike për të shikuar, me fakti që unë mbaj syze, kupton? Unë mbaj vëzhi kur vi që Kalabaj. Është gjë normale, nuk është. Na bullizoli, ne që ishim me syze, na bullizoli shokët e klasës. Pastaj shokët e klasës u rritën e nuk e bënin më. Siç ne pastaj për një arsye tjetër unë do të kem bullizuar dikë tjetër. Edhe unë u rrita, edhe thash sa turp nuk bëhet më. Zoti Rama nuk e di, është 60 vjeç, nuk e di sa është, e s'është rritur ende mjaftueshëm. Sa për të kuptuar që kur i kundërvihesh dikujt politikisht, nuk merresh me tiparet e tij fizike, nuk merresh me mënyrën se si quhet, si e ka emrin mbi emrin, dhe nuk merresh me familjen e tij. Me çdo gjë tjetër pastaj. Mund të merresh me intelektin, mund të merresh me formimin, mund të merresh me karakterin, mund të merresh me ndershmërinë ose jo. Sigurisht, sepse këto janë gjëra që i shërbejnë ose nuk i shërbejnë interesit publik. Pra qofse unë do të isha i korruptuar, ishte detyrë të gjithë kundërshtarëve tim politik të merreshin me korrupsionin tim, sepse do donin të shpëtonin popullin nga unë. Por populli shqiptar nuk hyn asgjë në xhep nëse unë kur heq syzet, shoh qartë apo më pak qartë, nuk ka të bëj fare. Kështu që është një budallëk fëminor i Ramës që tregon jo vetëm mungesën e edukatës elementare. Kam përshtypjen që familja dhe shkolla kanë dështuar këtë aspekt ta edukojnë, dhe tani shumë vonë për të edukuar, nuk edukohet, riedukohet njeriu 60 vjeç, por nga ana tjetër tregon edhe tensionin e tij. Pra tensionin që ndjen nga populli shqiptar në radhë parë, po edhe nga reputacioni i rritjes lëvizjes bashkë.